pare kam ngritur vetë këtë pandemë. Pres me ndryshu opozita. Opozita pres me ndryshu. Me heqdor nga qasja e bllokimit. Ne mbetemi në ato opozita që kemi qenë për t'i ofru opozitës bashkëpunim në ato oferta që i përmendin dhe Kurti. Bardhje. Sepse është një çështje, do thotë, unë edhe i pari kam përmendur duke marrë si referencë disa precedente që kanë ekzistuar deri më tani sa i përket tejkalimit të sfidave me të cilat përballet ky kuvend. E para ajo të 2011-s, siç kujtohet, do thotë renditja ka qenë fillimisht presidenti dhe më pastaj qeveria vetë të vitit 2021. Fillimisht është zgjedhur Vjosa Osmani presidenti, më pastaj është votuar kryeministri Albin Kurti. Pra thot, pse edhe vetë lëvizja vetëvendosje në vitin 2021 ka shkuar sipas kësaj procedure parlamentare. Ndërkohë tash po bën përpjekje ta instaloj një procedurë tjetër ku i përmbys këtë renditje të gjërave duke tentuar që gjithmonë konstituimi i kuvendit është i pari, që pas konstituimit të kuvendit temë e parë për votim të jetë qeveria dhe më pastaj presidenti. Kjo është një çështje. Nëse ka marrëveshje politike kjo është një çështje e projeksionit të Kurtit, mbase edhe mund të dalë zoti. Po, mund të dalë. Mirë, po unë po flas në bazë të deklarimeve, po i referohem vetëm deklarimeve deri tashme po. Dhe kjo është një çështje që unë jam rezervuar të jap opinion strikt kushtetues, për shkak se kjo çështje duhet trajtohet nga institucionet kompetente. Mirë, po kam dëgjuar kohën e fundit dhe disa opinione të njerëzve ma kredibil në aspektin e njohurive së gjykatës kushtetuese që kanë paralajmëruar se një gjë e tillë mund të jetë shkelje procedurale kushtetuese nëse shkohet në këtë mënyrë dhe që është logjike rrit për shkak sepse unë vazhdimisht po them është logjike nga se tema për cilën ne kemi shkuar në zgjedhje është vetëm tema e presidentit, jo ndonjë temë tjetër. Kemi pasur qeveri, nuk kemi pasur president, nuk kemi kuvendi, nuk ka mundur të zgjedh president dhe ajo duhet të shtrohet si temë fillestare politike për të adresuar para deputetëve të Kosovës, më pastaj për të kaluar në konstituimin e organeve të reja të pushtetit. Shihni paqartësi Kasolli apo jo, se çdo ndodh. Po sepse gjithë situata duket që karakterizohet me disa pikpyetje Kasolli, se si do të operojë njëra apo pala tjetër, kush do ta gjynjëzoj njërin apo tjetrin e kështu me radhë. Por tash e tëra do të mbaret, pra po them, kjo që deklaroi zoti Aziri jep një indikacion për një vullnet të lidhjes demokratike të Kosovës që për të heqë dorë dhe të mos e konsideroj veten si mekanizëm bllokues. Do të thotë kupton që mbas edhe mund të jetë e gatshme që të kënaqet më tepër me resurset qeveritare, mund kontribuojnë politik jashtë. Mund kontribuojnë politik jashtë, i përmendi fushat. Fusha do të bëjë çarta. Edhe presidenti po jo duke insistuar që dhe Vjosa Osmani në një rënon ka filluar të tërhiqet nga pozicioni i saj fillestar në disa deklarime politike, në disa deklarime publike në mediat ndërkombëtare, asnjëherë emri im nuk do të shndrohet në pengesë dhe absolutisht është e gatshme që të distancohet. Kurti, a do të ketë kusht për të sipas jush që ajo mos jetë në Dikasteri Ministrisë jashtme? A ka humbur atmosferën? Tash nuk e di këto, mbase çfarë do të ndodhë? Nuk mund ta them, nuk besoj në Ministrinë e Punëve të Jashtme, sepse njëra prej burimeve kryesore të tensioneve që ka ekzistuar ndërmjet Vjosa Osmani dhe Albin Kurti ka qenë pikërisht rivaliteti për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Unë jam i bindur që mbase oferta për të do të jetë më tepër në Ministrinë e Drejtësisë apo në Ministrinë e Arsimit, do thotë me që e njëjta pretendon po ka kualifikime profesionale, do thotë në sferën e drejtësisë në sferën e drejtësisë dhe si në atë të arsimit. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme jam skeptik që do t'i ofruohet tashmë kjo pozitë zonjës Osmani, për shkak se arsyeja kryesore që ka qenë në mos pajtimet politike ndërmjet Kurtit dhe Vjosa Osmanit ka qenë pikërisht kjo fushë, ka qenë betejë do thotë ndërmjet këtyre dy personaliteteve, secili do të shfaqet si zoti vendimtar i kësaj shtëpie sa i përket përfaqësimit diplomatik të shtetit të Kosovës. Figura më e fuqishme politikisht për brenda duhet ta manifestoj këtë fuqi edhe në marrëdhënie. Edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, të jetë një autoritet, të jetë një autoritet në këtë drejtim, një adresë për komunikim dhe që të mos ndjejë rivalitet. Mos ndjejë rivalitet të paraqitet edhe jashtë. Edhe jashtë të mos ndjejë rivalitet dhe konkurrencë në politikën ndërkombëtare, duke që Kurti është i vendosur tashmë këtë sferë ta ruaj vetëm për vete, do të mos ja lejoj dikujt tjetër, në rast të ndonjë presidenti siç e ka bërë të ditur që nuk ka sfond partijak dhe që kënaqet vetëm me ushtrimin do thotë e kompetencave kushtetuese në kuptimin e unitetit të brendshëm. Si është një trajektorën politike zonës Osmani, me çfarë po flasim për një figurë që ishte presidente. Dhe s'kishte lënë gjë pa thënë për zotin Kurti para se të hynte në pakt me të në vitin 2021, sa ishte kandidate për kryeministër në LDK.
Po edhe s'kishte thënë gjë pa thënë për LDK dhe më pastaj u rikthy aty. A shini që gjitha ato fjalë do t'i marrë era dhe përsëri do të bën bashkë me Kurtin. Dëgjoj, Për interesa pushtetit. E dërgoj sinjalin politik, gjitha nuk kemi dallimet mëdha me zotin Kurtin, në një intervistë të mëvonshme. Ndonë se gjatë fushatës elektorale e njëjta kishte tërhequr vëmendjen. Kishte tërhequr vëmendjen se si gati thuaj se pushteti Albin Kurtit kishte rrshitur deri në pozicionet e tradhtisë shtetërore dhe kombëtare, duke u bërë pjesë e skemave të errtave të mbyllura të negociatave në Bruksel për orë tëra me Aleksandr Vučićin dhe me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian, Lajçak pa pasur akses askush tjetër si nga institucionet vendore, ashtu edhe nga ata që e monitorojnë dhe menaxhojnë procesin ndërkombëtar, duke përfshirë edhe amerikanët, domthonë lëndën kuptuar që as amerikanët s'kan pasur asnjë lloj qasje në këtë bisedë vendimtare që sipas saj është bërë ndërmjet këtyre tre personaliteteve, por as bëjeja si mekanizmi tërësishëm, sepse nuk është vetëm zyra aty, po janë infrastrukture tëre, zyrës për politikë jashtme të sigurisë që është involvuar në menaxhimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe që u kriju përshtypja që gjithë këto, si pushtetet e brendshme në Kosovë, që kanë për detyrë që qeveria të jetë transparente ndaj tyre në këtë proces, ashtu edhe partnerët ndërkombëtar kanë qenë përjashtuar nga bisedat vendimtare. Do ishte një lloj gati tani. Dhe tash në këtë drejtim tha nuk kemi dallime të mëdha tash. Ose Vjosa e pranon që është si Albin Kurti, të dy së bashku kanë rrshitur në kufit e tradhtisë kombëtare, ose ajo tjetra pas ka qenë një hipokrizi politike për përfitime elektorale. Nuk mund të ketë mes në krah të Kurtit përsëri zonën Osmani. Ajo është bëri të ditur, dëgjoj Reda, ajo bëri të ditur, absolutisht. Vullneti i saj ishte madje edhe ndrimi i saj pozicionit politik, ishte pse Kurti e largoi nga krahi i saj, jo pse Vjosa Osmani, ne duhet ta themi hapur qartë, Vjosa Osmani është vendosur në krye të LDK-s. Jo për shkak të një përçarje shumë të madhe ndër vite që ka ekzistuar ndërmjet saj dhe Albin Kurti. Ai deri në momentet e fundit ka shpresuar dhe ka negociuar se do të jetë përkthelura e tij për mandatin e dytë presidencial. Vetëm kur u bë ditur që do thotë përfunduan shpresa dhe ëndra për këtë pozicion politik, e njëjta shtet kjo për Abdullah Hotën e figura tjera e Hikmet e Bajramit që megjithatë patën një kohezion kursit kritik ndaj. Dëgjoj, kjo flet më shumë për lidhjen demokratike të Kosovës, për qasjen se si po orientohet duke krijuar atë lloj përshtypje. Kudo që është kërkon pushtet ajo. Dëgjoj, duke krijuar atë lloj përshtypje që gjithë misioni, do thotë i këtij subjekti politik të drejtuar, jo i bazës elektorale, mirë kuptohemi, por i drejtimit që ka marrë lidhja demokratike e Kosovës nga tandemi Osmani Abdigjiku në këtë fazë nuk ka qenë se si të sfidohet dhe të luftohet Kurti, por se si të mbjetojnë personalisht në aspektin politik. Prandaj edhe unë jam i bindur që këto indikacione të zotit Haziri nuk janë të në LDK pritni të ketë debat, mbasi edhe shkundje të brendshme. Po brez që të ketë shkundje të brendshme, mirë po këto deklarime të zotit Haziri nuk janë të rastishme, do të unë pres që një gjë të tilla e ka bërë edhe me miratimin e dy drejtuesve kryesor të lidhjes demokratike të Kosovës. Bindë që këto e ka bërë me... Nuk besoj që është vetëm e rastishme, është komplementare, nuk besoj që është e rastishme dhe out of the blue, si thonë anglisht, që Lutfi Haziri ka thënë po shkoj sonte në T7 dhe po i jap këtë vizion se si LDK-ja e sheh rrugëzim. Pra, indikacionet janë qarta që ky subjekt politik ka vullnet dhe ka gatishmëri, do thotë që një farë mënyrë ti ka përditë të gjitha ato që i ka thënë sa i përket betejës politike të kundër Kurtit dhe ta pranojnë në fund. Ta pranojnë, është summa summarum, si thot një fjalë latinisht, ta pranojnë që nuk ka kapacitete për rezistencë politike për ta mundur Kurtin, e ka humbur shpresën se kjo gjë mund të ndodhë politikisht, duke mos i mbetur asnjë alternativë tjetër, vetëm ta kërkoj tashmë shpëtimin në bashkëpunim me të, nën pretendimin dhe arsyetimin publik për ta eliminuar lodhjen e qytetarëve të Kosovës, por që e vërteta është mbase për të rahatuar vetëm politikisht.